Atëherë Pilati mori Jezusin dhe urdhëroi të rrahet me frushkuj. Ushtarët gërshetuan një kuror perrash, ja vuan në krye dhe ja veshën një mantel të kuq. Ju afronin dhe i thoshnin: "Të falemi, mbreti i Judejve", dhe i binin flakërisht. Atëherë Pilati doli përsëri përjashtë dhe u tha: "Që po ju qes përjashtë që ta dini se nuk gjejnë atë kur fare fajin." Atëherë Jezusi doli jashtë me kuror perrash e me mantel të kuq. Pilati u tha që njeriu, por se kur e pan kryepriftërit dhe rojtarët bërtitën: "Kryqëzoje, kryqëzoje, merrni ju e kryqëzoni." U tha Pilati: "Se unë nuk gjej në të fare fajin." Judejt i përgjigjen: "Ne kemi ligjin dhe atij duhet të vdesë, sipas ligjit, se e bëri veten bir të hyjë." Pilati kur e dëgjoi këtë fjalë, u tmerr edhe më tepër dhe hyri prap në pallat e i tha Jezusit: "Prej ka je?" Jezusi nuk i dha përgjigje. Atëherë Pilati i tha: "Mua nuk më përgjigj. A nuk e di se kam pushtet të liroj e kam pushtet të kryqëzoj?" "Kur fare pushteti s'do të kishe mbi mua", i përgjigji Jezusi, "po të mos të ishte lënë prej së lartit. Prandaj ai njeri që më dorëzoi ty ka mëkat më të madh." Që atëherë Pilati kërkonte ta lëshojë, por se Judejt bërtisnin: "Nëse e liron këtë, nuk je mik i Cezarit. Kushdo e bën veten mbret është kundër Cezarit." Kur Pilati i dëgjoi këto fjalë, e qiti Jezusin përjashtë e ul në selinë e gjykatës, në vend që quhej Kallëdrem, e hebrisht Gabatha. Ishte dita e përgatitjes së pashkve, rreth orës 6. Pilati u thot Judejve që mbreti juaj. Ata atëherë bërtitën: "Hiqe, kryqëzoje. Ta kryqëzoj mbretin tuaj." U tha Pilati. Krerët e priftërive përgjigjen: "Ne nuk kemi tjetër mbret përveç Cezarit." Atëherë u dorëzoi të kryqëzohet. Jezusin e kryqëzuan. E morën pra Jezusi duke e mbartur ai vetë kryqin e vet, doli në vend që quhej Kafka, hebrisht Golgata. Atje e kryqëzuan e bashkë me ta edhe dy tjerë, njëri në një anë e tjetrin në anën tjetër, kurse Jezusi në midis. Pilati e shkroi edhe mbi shkrimin dhe e vuri në kryq. Ishte shkruar: "Jesus Nazare, mbret i Judejve." Këtë mbishkrim e lexuan shumë judej, sepse vendi ku e kryqëzuan Jezusin ishte afër qytetit. Ishte i shkruar hebrisht, latinisht e greqisht. Atëherë kryepriftërit e judejve i thanë Pilatit: "Mos shkruaj mbreti i Judejve, por se ai tha: Unë jam mbret i Judejve." Pilati u përgjigji: "Çka shkrova?"
Ushtarët pasi e kryqëzuan Jezusin, I morën petkat e sipërme të tij, e tia atë dhe e ndanë në 4 pjesë, secili ushtar nga një pjesë. Morën edhe petkun e poshtëm. Ky nuk ishte I qepur me pola, por I punuar një copë prej në maje e në fund. Prandaj I tha njeri tjetrit, nuk po e ndajmë në pjesë, por po qesim short, kuj t'i bien. Ndodhi kështu që të shkojnë në vend fjala e Shkrimit të Shenjtë. I ndanë ndër vete petkat e mia e mbi petkun tim qitën short. Ushtarët ben shi ashtu në këmbë përmbi kryq të Jezusit qëndronin nëna e tij, pastaj motra e nënës së tij, Maria e Klopait dhe Maria Magdalene. Jezusi kur pa nënën e vet dhe pranë saj nxënësit që donte, I tha nënës, grua që yt birë. Mandej I tha nxënësit që nëna jote. Prej asaj ore nxënësit e morën me vete. Vdekja e Jezusit. Pastaj Jezusi I vetëdijshëm se u krye gjithçka që të shkoj në vend fjala e Shkrimit të Shenjtë, tha, kam etje. Aty ishte një enë plot me uthull në majet e kallamit të hisopit, vunë një shpuzë plot me uthull e ja afruan te goja. Jezusi posa e kërkoi uthullin, tha, gjithçka u krye. Uli kryet e la shpirt. Jezusi ja shpërojnë krahërorin. Atëherë judejt, mbasi ishte dita e përgatitjes dhe që trupat të mos vështetin në kryq të shtunën, mbeteshin në kryq të shtunën, e ajo e shtunë ishte ditë e madhe. I ben lutje Pilati që të kryqëzuesve tu theheshin kërcejt dhe të uleshin prej kryqit. Erdhen pra ushtarët e të parit e të dyti që ishin të kryqëzuar me të u thyen kërcejt. Kur erdhen te Jezusi, pan se kishte vdekur, nuk ja thyen këmbët, por njeri prej ushtarëve me hesht ja shpëroi krahërorin dhe menjëherë rolli gjak e ujë. Dëshmon ai që pa, e dëshmia e tij është e vërtetë. Ai di se flet të vërtetën, që edhe ju të besoni. Në të vërtetë ndodhi kështu që e shikonte në vend fjala e Shkrimit të Shenjtë. Asnjë asht nuk do t'i thyhet. E në të një vend tjetër Shkrimi I Shenjtë thot, do ta shohin atë që shpëruan. Varrimi I Jezusit. Pastaj Jozefi prej Arimatejes, I cili ishte nxënës I fshehur I Jezusit për shkak të drojës së judejve, ju lut Pilatit ta lejoj ta zbres prej kryqit trupin e Jezusit. Pilati tha, leje. Atëherë Jozefi erdhi dhe e mori trupin e Jezusit. Erdhi edhe Nikodemi, ai që pat ardhur te Jezusi duke me parë natën, dhe solli kund 100 libra mirë e aloete për zier. E morën pra trupin e Jezusit dhe sikurse është doke të bëhet ndër judej, kur vorroset kush e mbështellën në pëlhur dhe e
preferuan me erërat e mira. Në atë vend ku Jezusi që kryqëzuar ishte një kopsht e në kopsht ishte një varr i ri, në të cilën ende nuk ishte varrosur askush. Ata pra për arsye të përgatitjes së judejve, meqense varri ishte afër e shtinë në varr Jezusin.